50.000 euro shuma që për 4 vjet vetëvendosja ja pagoi kompanisë UBO t'ja kryente sondazhe dhe matje tjera të opinionit publik. Nga 2020 deri më 2024, për kreun e vetëvendosjes Albin Kurti, UBO ishte kompania më kredibile, duke mos e ndërprerë për asnjë vet bashkëpunimin me të. Në bazë të dhënave në KQZ, në vitin 2020, angazhimi i UBO-s vetëvendosjes i kushtoi 10.856 euro. Më 2021, 5.664 euro. Më 2022, 17.129 euro. Më 2023, 5.664 euro, si dhe më 2024, plot 9.440 euro. Por për Kurtin, kjo kompani dhe të tjera të llojit duhet të hetohen. Ajo që ndodhi me 12 tetor, rreth raportimeve për Mitrovicën, duhet hetuar e hulumtuar. Vetëm se në Exit Poll prezantuan një rezultat që atij si pëlqeu. Parashikuan fitoren pa balotazh të Arjan Tahirit përballë Fatën Pecit në Mitrovicë, ndonse ky pretendonte të triumfonte në raund të parë. Rezultatet në terren ishin të tjera. I vetëm përballë fuqisë së pushtetit qendror, Arjan Tahiri doli i pari në zgjedhje dhe Mitrovica shkoi në balotazh. Një siguri e pasakt që çoi më pas në festimin e humbjes dhe vendit të dytë.